billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavatë dhe selame qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat. Selame qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit. Jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të xumas. Unë udhëheqësi i emisionit Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Sadush Efendi Tahiri, imam dhe hatib në xhamin e re në lagjën e Çajirit. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Faleminderit shumë. Tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është ndryshimi pozitiv dhe negativ në jetë. Hoxhë i nderuar, shumë herë flasim për ndryshimin në shoqëri, por mendoj se ka dy lloje ndryshimi, njëri pozitiv dhe tjetri negativ. Çka nënkuptojmë me këtë hoxhë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Siç është e vërtetë e thënë, pra gjithmonë kur flasim për ndryshimin, në opinionin tonë të gjerë duhet ta kemi parasysh se ka pra një ndryshim që është pozitiv edhe një ndryshim që është negativ. Dhe zakonisht ne këto dy sende nuk i dallojmë në jetën tonë shoqërore, por që është e vërtetë se Allahu fuqiplot në Kur'an gjithmonë që themi ajetin Bismillahirrahmanirrahim, inna Allahe la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Se Zoti nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata e ndryshojnë vetveten, apo të mos e ndryshojnë vetveten, dhe zakonisht përpjekjet janë gjithmonë dhe thuaj se pyetja parashtrohet, a thua vallë ne po përpiqemi ndryshimin, por a jemi duke ndryshuar? Por nën pyetja e kësaj duhet të jetë më e vështira, që ne duhet ta kemi sot si një rrezik në jetën tonë. Mos vallë ne jemi duke ndryshuar për ka e keqja, duke u munduar për ka e mira, ne ndoshta jemi duke shkuar në kahjen, ajo që e quajmë nga më e keqja. Dhe gjithmonë e parashtrojmë pyetjen, a thua unë ç'bëra edhe çfarë ndryshova? Çfarë ndryshova? Që ta kuptoj opinioni jon, edhe xhamati jon ta kuptoj se a ndryshova për së keqi, dhe kjo është Kur'ani e jep këtë dimension, se ju ndoshta mendoni se keni ndryshuar për të mirë, por mos vallë jeni duke ndryshuar për të keqen. Këtu kam përmend disa gjëra, edhe xhamati ynë e kanë marrë si një send që është vërtet e mirë, po lidhemi te ibadeti. Pra ibadeti është begatia më e madhe e jona në jetë. Sikur Zoti na thot, ky ibadet që ju e bëni, konkretisht themi namazi, pas edhe tjerat, a ju ka ndryshuar për të mirë, apo po ju ndryshon për të keq? Dhe njerëzit mendojnë, po unë e falem që sa vite, po agjeroj që sa vite, e bëra këtë, e bëra atë. Ti ke bërë të gjitha ndoshta, por nëse ty nuk ka ndryshuar në jetë, ndoshta ka ndryshuar edhe negativisht. Pra ti kam thënë ato që e thënë dietarët e namazi që nuk të ka ndryshuar në jetën tënde, nuk të ndryshon as pas vdekjes tënde. Domethënë ke jetuar tërë jetën je fal, por nuk të ka ndryshuar. Nuk të ndryshon as pas vdekjes. Mos prit namazi me të shpëtu nga azapi i vorrit e as me të fut në xhenet nëse nuk të ka shpëtuar prej tash nga problemet e botës, dynjas. Është absurde për shembull njeriu të falet, në anën tjetër i ngrumbullohen problemet të përditshme, qoftë shoqërore, familjare, individuale, të punës. Nuk është e mundur. Namazi i shlyen të gjitha problemet. Po kur shohim se namazin që e falim, edhe në anën tjetër problemet na shtohen, arritën, domethënë problemi është se ti ke ndryshuar, por ke ndryshuar nga e keqja. Namazi që nuk të ka ndryshuar në tokë, nuk ka me të ndryshuar as në qiell. Dhe e fundit, namazi nuk të ka ndryshuar dunjan, nuk vdes asnjë ndryshim në dunja, edhe në xhenetin tënd pra nuk vlen fare hiç. Nëse nuk të ka ndryshuar në këtë dunja, nuk vlen asnjë ndryshim në këtë dunja, po as në botën tjetër nuk vlen fare hiç. Për atë shpesh kam thënë edhe njerëzit e kanë kuptuar shumë mirë, shpëtimi në ahiret varet nga raportet me njëri tjetrin. Shif Zoti jon çfarë Islamin e ka dërguar neve. Shif Islami çfarë na thot neve. Ju e keni një mirësi. Zoti thot, raporte si keni mes juve? Në qoftë se raportet i kemi të ndryshuara për së keqi,
Atëherë Zoti fuqiplot thot, jo, ju tani raportet që i keni mes veti të prishura, ndërkaq ndoshta edhe faleni, ta di se në botën tjetër do ta keni edhe nivelin e pozitës shumë të ulët. Pra begatia, mirësia e namazit, mirësia e ibadetit, apo mirësia e tjerave. Por aty thash, shumë sende apo shumë njerëz pyesin, po çka ndryshova unë? E para përgjigje është, ti e ke ndryshuar mënyrën e jetesës. Kjo është ajo pika kryesore, thelbi që sot e diskutojmë. Ke ndryshuar, valla dhe motër, orientimin edhe drejtimin e jetës. E bën një jetë që nuk është në përputhje me ligjet e Allahut fuqiplot. Dhe për shembull, një bukur shembull ta marrim në këtë moment është Ashabul Janne. Pra Allahu fuqiplot e bën komplet një tregim, edhe është për ta diskutuar tash së bashku, por për ta kuptuar edhe opinioni gjërë sa më shumë. Këta ishin disa djelmosha që kishin një baba shumë të mirë, baba i kishte një kop shumë të madh, ishte i pasur, baba ishte i shquar në atë vend se gjithmonë kur mblidhte frutat, vishin të varfurit edhe ky zeqatin u aipte atyre. Dhe kjo ishte një mënyrë e jetesës tek ata. Po kur baba i vdiq, këta djemt u mblodhën dhe thanë prej sot, ne nuk do të shkojmë në ditën që baba i shkonte në kopsh për ta mbledh frutat. Ne do të shkojmë një ditë përpara. Për shembull ka qenë dita e premte. Këta thanë jo, ne do të shkojmë të ejtën, kështu që e mbledhin frutat, të varfurit kur të vinë të premten, nuk ka fruta dhe t'i largojmë nga ne. Tani shtrohet pyetja, Zoti fuqiplot këtyre u amori këtë të mirë. Siç e dimë në Kur'an, ata shkuan atë ditë dhe menduan se do të gjejnë fruta, po kur pan ishte e shkret. Se Zoti fuqiplot u amblodhi të gjitha edhe u bëri komplet të djegura. Dhe ata ju kthyen vetes, çfarë pas kemi bërë? Tash pyetja parashtohet, çka kanë bërë ta? Ta s'kan bërë asgjë, vetëm niyeti i tyre ka qenë. Zoti fuqiplot i dënoi edhe u amori të mira të gjitha vetëm për shkak të niyetit. Ata jo që bën diçka, vetëm se u mblodhën e bën niyet që nesër do të shkojmë edhe nuk u japim fukarave. Zoti fuqiplot vetëm për këtë niyet, Allahu u amori të gjitha që i kishin në udhë billah në jetën e përditshme. Dhe kjo është ajo pika e parë që duhet ta kuptojmë ne si musliman. Ndoshta ne orientohemi për ka ndryshimi pozitiv, por mos vallë jemi duke ndryshuar ka ajo që quhemi negativ. Në jetë të ruhemi dhe të mirat të Allahut t'i kemi dhe namazi apo adhurimet duhet mos të na ndryshojnë ka e mira. Në qoftë se ndodh që namazi, agjërimi, haxhi, umreja të tjerat nuk po na i rregullojnë jetën tonë dhe problemet e jetës, atëherë dije se ne kemi ndryshuar për ka e keqja. O xheneroj, po si e kuptojmë ajetin kuranor dhe ai mohuan të mirat e Allahut? Dhe Allahu a bëri që ata të veshin petkun e urisë dhe frikës. Për ata, çfarë bën? Bismillahirrahmanirrahim. Darab Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan فكفرت بأنعم الله فأذاق الله اللباس الجوع والخوف. Në këtë ajet kuranor përmendet fjala libas, petku. Na petkun e veshim. Pra e veshim këmishën, i veshim pantallonat, e veshim pra gunën, veshje. Zoti fuqiplot ka përmend se në qoftë se njerëzit fillojnë t'i mohojnë të mirat e Zotit, sikur Allahu do t'u avesh atyre petkun e urisë edhe frigës. Kjo është tamam për të friguar sot. Domethënë Zoti ka thënë do ta aveshish, edhe nuk e heq pastaj, se është rroba e jote me cilën mbulohesh. Në një shoqëri ku mohohen të mirat e Zotit, në atë shoqëri pra ekziston petku i frigës edhe i urisë. Dhe këtë ta marrim në mënyrë globale për shembull, apo te ne, apo në vendet, po shifet një frigë që ekziston edhe një petk i asaj që quajmë neve uri subhanallahu. Në qoftë se e pyesim këtë pyetje për ta parashtruar, është prap ajeti kuranor bima kesebet eidikum. Zoti fuqiplot ka thënë gjithë kjo që ju ndodh juve, ju ndodh për shkak të punës që i bëni ju. Zoti ka thënë duart, pra duart janë ato. Çdo të bëni ju me duart e juaja, ajo do të jetë edhe rezultat i juaj subhanallahu. Me një fjalë, çdo send që na ndodh, dhe që të ndodh, dhe kujdo që i ndodh, është vetëm se prej teje. Ti je ai i cili, ti je shkaktari. Në shtëpi, në veten tënde, kur asnjëherë mos thuaj ma bëri tjetri. Asnjëherë. Zoti fuqiplot na ka thënë, çdo send që të ndodh, shife edhe kontrolloje të metat që i ke në veten tënde. Me një fjalë, a do të ndryshosh? Një pyetje. Tani na dëgjojnë shumë njerëz.
Janë profileve të ndryshme, zanateve të ndryshme. Kushdo që është, a don të ndryshosh? Po. Provoj një ditë ulë në xhami. Futu kur nuk është askush në xhami. Futu. Thuaj, ja Rab. Vetëm këtë, o Zot. Thuaj, o Zot, edhe parashtroje pastaj veten, nuk jam mirë. Jeta më është bërë pak e rëndë. Punët nuk më shkoj siç duhet. Qof kjo grua apo burr apo kushdo që jetë. Ulu, qof në shtëpinë tënde në mbrëmje. Vetëm me Zotin, o Zot, nuk jam mirë, nuk kam diçka. Edhe sikur tani e fillon veten, unë duhet të filloj të ndryshoj. Pastaj thua gjithmonë, o Zot, unë jam pak i sëmur, të lutem më jep shërimin apo më largo sëmundjen. O Zot, të lutem më jep suksesin. Fjala ja Rab, kur e thot njeriu, është një send që hap dyer që pa imagjinueshme. Pastaj thua, o Zot, të lutem më ndrysho edhe mënyrën e jetës. Që të fillosh të ndryshosh ka ajo që është më e vërteta. Pra lutja, pastaj vërtetimi i lutjes. Shumë njerëz kemi sot që ankohen për punëtorët. Ankohen për punëtorët. Ata janë për shembull punëdhënës dhe kanë dikush është drejtor kompanie, ankohet gjithmonë. Por ne themi, a ke provuar ndonjëherë ti të lutesh Zotit, të thuash, o Zot, të lutem, ma përmirëso gjendjen e punëtorit tim? Ma përmirëso gjendjen e nxënësve të mi? Ne këtë s'kemi provuar asnjëherë. A dëshirojmë pra të ndryshojmë? Në qoftë se duan këto kategori të ndryshojnë, atëherë duhet themi, punëtori duhet të respektohet. Punëtori meriton respekt, sepse punëtori i cili sot punon ka vërtet një hall të rëndë. Dhe ky që është punëdhënës e ka për detyrë që t'i respektoj punëtorët në respektin maksimum apo tejmase, sepse vërtet janë në gjendje pak më të rëndë. Siç e dim që ndodh sot, apo mësuesi me nxënësit. E kemi një situatë ku ndoshta edhe ankohen mësuesit, por është edhe një lutje e sinqertë, o Zoti im, të lutem, mi përmirëso këta nxënës që i kam. Ata meritojnë një respekt, meritojnë një fjalë të mirë, meritojnë diçka që është e këndshme, subhanallah. Dhe këtë duhet ta kemi ne parasysh. Çka ndodhi pra me begatit? Çka ndodhi me begatit? Ne duhet të kemi parasysh hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili gjithmonë lutej çdo ditë lutej, Allahumma inni a'udhu bika min ziwali ni'amik. O Zot, më ruaj nga tretja e begative të tuaja. Ti mund të kesh të mirat e Zotit, po duhet të kuptosh se ato mundet për një çast, vetëm të largohen, apo të tretën, humben, i ke në duar, po për një çast ato largohen. Pastaj Muhamedi alayhis salam thoshte, o Zot, më ruaj nga befasia e hakmarrjes tonde. Zoti fuqiplot sikur të ka thënë, ruaj robim, hakmarrja ime vije pa pritmas. Jo në momentin kur ti do, po në momentin kur unë e dua. Njerëzit sot sillen sikur Zoti nuk do të na llogarit. Po, ne jetojmë, i bëjmë të gjitha punët dhe në fund themi, jo, Zoti më ka krijuar trupin, pse të më çon në xhenem? Trupi im është i Zotit, ai e ka kriju, pse të më çon në xhenem? Dhe sillemi sikur ne tani kemi marrë një fuqi hyjnore dhe Zotit e trajtojmë Zotin me fuqinë tonë, jo me fuqinë e atij. I jep liri vetes. Po, domethënë tani kemi ardhur në një drejtje shumë të vështirë. Edhe pejgamberi sa më thoshte, o xhemi sakhatik, o Zot, më ruaj edhe nga gjithë ajo zemrimi yt të mos bie mbi mua, po ç'është më e rëndësishme, pejgamberi thoshte, o te hawli afiatik, o Zot, më ruaj pra edhe nga shndrimi i shëndetit që është për një herë. Je i shëndosh, po për një sekondë apo për një minutë ndodh që shëndet, subhanallah. Shumica e jonë që e dëgjojmë tani, edhe unë, edhe ti të tjerët, shumë pak kemi të diskutuar fjalën bereke apo bereqeti. Dhe ankohemi gjithmonë, në shtëpi nuk kemi bereqet, në para nuk kemi bereqet. Kemi shumë para, por sikur nuk na mjaftojnë. Nuk dim çka bën, humben, treten. Kemi vetur të re, kemi tek të re, por nuk kemi të kënaqur. Dhe fjala bereqet nuk është fjalë, bereqeti është krijesë. Sikur që jam i krijuar unë, edhe bereqeti është krijesë e krijuar, diçka që shifet, preket, ndjehet. Këtë duhet ta kuptojmë ne në udhëbillah në tjetrën. Për atë donjëherë themi ne për Evropën, po, Evropa i nderuar i meriton disa të mira.
Evropa që shkojmë ne, disiplina, rregulli, komunikacioni, shëndetësia, themi, po pse ata janë më të mirë? Sepse ata i meritojnë të mirat e Zotit, sepse i respektojnë të mirat e Zotit. Dhe Allah nuk i bën padrejti askujt. Kushdo që të jetë popull e respekton të mirën e Zotit, Zoti u afal, u jep më të mirë atyre. O xhenero, çfarë ndodhi dhe çfarë duhet të ndodh me mirësitë e Allahu xhaleshan apo nimetet e Zotit? Po. Kjo është ajo themi e pika e tretë, themi e fundit që duhet vërtet pak një kujdes më të madh, një rëndësi shumë të veçantë. Gjithmonë e parashtrojmë pyetjen për shembull çka bëjmë ne, çka bëm ne? A thua i ndryshuam të mirat e Zotit? A thua e ndryshova të mirën e Zotit? Para, e para punë është nimeti i ibadetit. Zotit ka qenë një islam. Zotit e ka bërë të jesh fetar, themi. O, sa bukur që unë fetar jam. Unë ka fillu të falem, unë agjeroj, unë marr abdest. Kjo është e mira e parë. Zoti thotë këtë mirësi duhet ta ruash. Mos lejo të kesh kontradita. Po ta dish vlerën. Domethënë ti vlerësohesh sot me ibadetin që e bën. Dhe ti je një njeri tani në shoqëri, për shembull, domethënë një respektues i madh, themi prej rrugës, komunikacionit, mbeturinave. Shpesh e përmendmi në hadithin e pejgamberit selam, Zoti në tokë nuk ka lënë 4 gishta të mos ketë ka një melaçe. Dhe tani ti del nga shtëpia dhe ti thua unë jetoj me një ambient ku kam melaçe për rrethi. Unë nuk kam të drejtë ta hudh as leckën, as të poshtymën, as të ofendoj, sepse jam i rrethuar. Shif Zoti fuqiplot, thotë a je ti ky ai që duhet ta bësh këtë punë? Pra e ndryshuam me ku ka respekti i prindërve. Pejgamberi alayhis salam i tha shokëve të vet, e kam pa mbrëm një ëndër të çuditshme. I thanë ja Rasulullah, çfarë ke pa? Tha e pash melekun e vdekjes, duke shku mi ja marr shpirtin një njeriu. Zoti i tha mos ja merr shpirtin, leje edhe pak. Tha ja Rasulullah, për çka? Sepse ai është me prindërit. Prindërit kanë nevojë për të dhe ky është shumë i kujdesshëm. Për shif për mendoni. Domethënë ne sikur e mohuam respektin e prindit, dashurinë për prindin. Dhe tani prindërit tanë, për shembull, në shoqëri pak vuajnë. Edhe kjo duhet të kthehet prapë. Me i thënë një djaloshit, a do që Zoti me të ashtu ymrin, me të lënë edhe pak të jetosh, pra kujdesu për prindërit tu. Një nimet i madh që kemi pas ne, që sot për shembull e kemi mohuar ngadalë, është zemërgjërsia. Në çështjet fetare ne konfrontohemi. Për shembull, konfrontohemi çështje fetare. Kjo është gabimi më i madh. Kemi filluar ta bëjmë inspektorat njëri tjetrin. Ti si falesh, unë si falem. Kjo është gabimi i madh. Zoti fuqiplot thotë largohuni kundërshtimeve. Jetojnë në zemërgjërsi. Kënaquni me ato që ju e shihni. Jo të bëjmë ne si falesh ti, si falem unë, apo në udhu billah të bëjmë punë tjera subhanallah. Kemi bërë ndonjëherë, kemi mohuar të mira që Allah fuqiplot na i ka dhënë. Edhe më e keqja, po thua se ne falemi, agjerojmë, ndërkaq këto të mira të Allahut, sikur që i kemi mohuar dhe nuk po na janë ashtu për shtrati që i kemi sot, subhanallah. Pastaj Allahu fuqiplot na i ka rregulluar edhe begatit të mëdha që i kemi në jetën tonë, begatia e diturisë. Begatia e diturisë, kjo ka qenë dikur në shtetin tonë, apo në vendin tonë ka qenë një bukuri e madhe shumë subhanallah. Po më e mira për të mirave që mund të themi sot që i kemi këto begati, është begatia e respektit të dietarëve. Ne në të kaluarën kemi respektuar dietarin. Ne kur e kemi pa një hoxh në rrugë, kemi shfaq një respekt, apo një frikë respekt, se kemi një hoxh. Dhe ndoshta edhe kemi lakuar rrugën, po sot se kemi atë. E kundërta sot ka ndodhur. Ne kur e kemi pa një hoxh për shembull rrugës, jemi mbush me energji. Na ka mbush energji. Lërëse të na flas hoxha, ne kemi qenë shumë të lumtur. Po vetëm pamja e tij energji. E refuzuam këtë të mirë. I refuzuam të mirat e shoqërisë. Mjafton që vetëm fjala e mirë të jetë. Mjafton që të mos kemi zënka. Por asgjë. Domethënë këto janë ato që Zoti fuqiplot thotë fe keferet bi an'umillah. Ata i mohuan të mirat e Zotit. Edhe kthehemi në shoqërinë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, nëse ata me një hurm kanë qenë të kënaqur. Tregohet se në pejgamberi selam një ditë ishte në shtëpi dhe u fut një musafir dhe pejgamberi ja dha një hurm. Dhe ai sigurisht mohoi këtë të mirë. Një hurm, pra ishte diçka shumë e vogël. Tha ti pejgamberi Zotit, një hurm ma jep, domethënë se ti je pejgamber, ti duhet të japësh më shumë diçka.
pejgamberi tha, në atë hurmën që ta dhash, brenda janë të fshehura kandarët e botës edhe qiellit. Në ti kupton hurmë, pa ajo është mirësi e madhe. Kur edhe tjetri, i ndodhi e kundërta, e falenderoj pejgamberin selam, po, vërtet kjo hurmë që ma dhe ti mua, edhe gjysma e kësaj, por mua është xhennet. Respekti e dietarëve duhet të jetë i pamas. Respekti mes nesh duhet të jetë i pamas. Xhamia duhet të jetë burimi i dashurisë edhe mirësisë. Jo të jetë vendi ku ne konfrontohemi apo përqahemi apo bëjmë zënka të palogjikme, subhanallah. Edhe atë që thash dietari, pa kush do që ai që është mësuesi, hoxha, edhe për mësuesin, kur e shohim mësuesin, ne mbushimi energji. E dim se ky është njeriu që neve na jep energji, pra sot pothuajse e bëm ne xhamia. Xhamia është vendi më i bukur në Islam. Ne e mohuam. Mirësinë e xhamis pothuajse sot e mohuam. Dhe donjëherë unë vetë jam hoxh dhe shoh edhe sikur xhamati nuk futet në xhami, po sikur janë duke u futur në një bunar apo në një vrim, në një shpellë, dhe shef fytyrat e vrejtura. Për shembull, veshja jo adekuate, më themi, o njerëz, e dini ku jeni të hy? Tu o xhamia, ju përshëndet Zoti te dera, ju jeni musafirët e mi. Dhe këto ndjenja pothuajse sot kanë humbur. Edhe pastaj i themi atë fillimin, Zoti s'u thotë, ju keni ndryshuar, unë nuk ndryshoj. Filloni ju të ndryshoni ka e mira, unë do t'ju filloj t'ju ndryshoj ka e mira. Apo ndryshe, nëse ju ndryshoni ka e keqja, qoftë edhe me ibadet, me xhamia, me sende, do të jetë jeta juaj pa problem inshallah. O xhenero, pasi që jemi në minutët e fundit të emisionit, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit? Wallahi, mesazh më i bukur se ato që e thash gjatë ligjërimit, njerëzit po e nënvlerësojnë atë fjalën ja Rab, o Zot. E nënvlerësojnë. Dhe u pyesin po o Zot, kaç? Ne themi, e ditis çka do të thon kur thua vetëm o Zot. Vetëm kur thua o Zot, ja Rab, të gjitha qiejt edhe toka edhe thesarët hapen. Dhe Zoti me një thot, urdhëro robi im, urdhëro, çfarë dëshiron tani? Dhe mjafton që vetëm një dëshirë e ytja, kudo që të jesh, çfarë do që të jesh, e sinqert me Zotin, unë jam afër, të fillojmë pak të ndryshojmë. Edhe të kemi mesazhin që e dham sot, për shembull, besoj se çdo kush do ta kupton atë fillimin. Namazi duhet të ndryshojë në këtë jetë. Mos e bëj namazin që do të më ndryshon në botën tjetër. Jo. Në namaz që nuk të ndryshon në këtë botë, nuk ka për të ndryshuar edhe në botën tjetër. Tani vjen agjërimi, tani vjen haxhi, tani vjen të gjitha, komplet duhet të rianalizojmë këtë sende në jetën tonë. Allah shpërblet të gjendëruar për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Amin inshallah. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ana jonë. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinisë dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu kishim mysafir hoxhën e nderuar Sadush Efendi Tahiri deri në emisionin e radhës Minbeçi dhe Allahu pranoftë gjitha lutjet dhe ibadetet e kësaj dite të bekuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.